do ta përpini nëse mund të them kështu zgjedhjen e Albolena Haxhiut, sepse do të presnin që vje Randi sipas aktgjykimit dhe ata do ta kishin pastaj qeverinë pas sapo i vjen diku pas 20 ditëve. 30 ditëve dhe duke që nuk i kanë asnjë raport dhe prandaj këto janë vetëm manovra politike duke tentuar që fojnë për mos konstituimin e institucioneve t'ja hudhin njëri tjetrit dhe eventualisht nesër nëse shkohet në zgjedhjet parakohshme. A ka faj konkret, fajtor konkret në këtë rast? Apo thjesht është çështje interpretimit politik më shumë? Jo, mendoj që fajtori janë dy palët, sepse janë duke kalkuluar, sepse kanë të qartë që nëse nuk shkohet në zgjedhjet parakohshme ta zonë në vjeshtën e këtij viti bashkë me zgjedhjet lokale, atëherë unë jam i sigurt që në pranverën e vitit tashëm ne do të kemi zgjedhje kur vjen radha për zgjedhjen e presidentit apo presidentit, sepse 80 vota me i mbledhën në kuvend për zgjedhjen e presidentes sipas konstelacionit forcave që është sot është gati e pamundshme dhe duket që të dy palët i fregohen atij momenti edhe që janë 23 më shumë se sa maksimalja që po arrin partia e parë ti grumbulloj. Deri tash po ajo që kemi vrejt në diskursin e lëvizjes vetëvendosje si mandatar për ta zgjedhur kryetarin e kuvendit ose kryetaren e kuvendit është që nuk ka ftesë zyrtare ndaj subjekteve politike. Thjesht akter të kësaj partie po thonë që opozita e mandatit kaluar duhet të reflektojë dhe jo të takohet me ne ose të diskutojmë ose të arrijmë marrëveshje. Thjesht po kërkon reflektim dhe jo marrëveshje për postin e të parit të legjislaturës tonë. Po lëvizja vetëvendosje është duke përdorur një interpretim të atill që atyre me automatizëm ju takon pozita e kryetarit të parlamentit, sepse ashtu ka qenë vendimi i aktgjykimit gjykatës ushtruese. Është e qartë që një vendim i tillë, një aktgjykim i tillë ekziston dhe atyre ju takon kjo e drejtë, veç se siç thash më herët, por a duhet të ftojnë në takim apo duhet thjesht reflektojnë PDK-ja, AK-ja, LDK-ja dhe nisma? Unë mendoj që në situata të tilla, siç thash, politika përtej numrave, përtej interesave partijake është edhe kompromis. Në këtë rast mendoj që partia më e madhe, më e fuqishme, partia që ka marrë besimin më të madh në këto zgjedhje, ishte dashur me gjetë forcë edhe me i taku partitë në mënyrë që të kalohet në tavolinën tjetër, sepse edhe nëse ta dojnë që të shkojnë në zgjedhjet parakohshme, duhet mu konstitue parlamenti. Është e vërtet që është e drejt e lëvizjes vetëvendosje kë e përcakton kë e përzgjedh për pozitën e kryetarit parlamentit, veçse duhet me pas parasysh që në situata të tilla kur të mungojnë votat, duhet me qenë pak më shumë kooperuese. A do të mund ta ndryshonte emrin, të mos insistonte në zonën Haxhiu në këtë rast? Po mendoj që